Më shumë se 45.000 libra vetëndihmues publikohen çdo vit. Mbi 200.000 podcaste mbi kategorinë e zhvillimit personal. Por po sikur t'ju thoja, se të gjitha zbehen në krahasim me zhvillimin shpirtëror që mund t'ju jap në jetën tuaj dhe besimin tuaj një libër i vogël, vetëm 6 kapituj, 2000 fjalë dhe 20 minuta nga koha juaj, përsëri ndikimi i tij zgjat një jetë të tërë. Ai shpjegon në mënyrë të përmbledhur dhe të fuqishme se çfarë do të thotë të besoni dhe si të zbuloni thirrjen e Perëndis për ju, si të gjeni qëllimin, të kapërceni pengesat, të lidheni me të tjerët, të gjeni jetën që doni, të duroni vështirësitë, të përjetoni plotësinë e jetës. Dashurinë pa kufi dhe përfundimtarja, të jeni ai ndjekës i Krishtit që gjithmonë keni dashur të jeni. Bashkohuni me mua në fjalën e Perëndis teksa gjejmë rrugën e vërtetuar për të ndërtuar besimin që lulëzon, ndikon dhe duron. Një besim që tregohet me sjellje. Gjithçka fillon me librin e Efesianëve. Pas pak në moment vendimtar. Mendja juaj është e rëndësishme, mendja ime është e rëndësishme. Unë dua të sigurohem që ta mbush mendjen time me gjërat e duhura në mënyrë që e keqja të mos gjejë vend për të ekzistuar aty kur të trokas. Ne nuk mund ta largojmë të keqen nga mendja jonë duke u krekosur dhe duke thonë unë nuk do ta lejoj që të më ndodh mua. Jo, duhet ta zgjidhni këtë duke u siguruar që e vërteta të rrjedh në mënyrë të vazhdueshme në mendjen tuaj dhe e vërteta do ta largojë të keqen për ju. Faleminderit që po ndiqni moment vendimtar. Dhe tani po ju lë me doktor Jeremia dhe mesazhin e tij, lufta shpirtërore. Ishte ora 10:15 shtatorit 2001 kur në qytetin e Dentonit në Karolinën e Veriut ra errësira. Më shumë se 1400 njerëz e gjetën veten pa energji elektrike, që është shumë e rëndësishme në një qytet me një popullsi totale prej 1660 vjetësh. Pak më vonë atë mëngjes, banorët e Dentonit që kishin ende pak bateri në telefonat e tyre arritën të lexonin këtë mesazh në faqen e Facebookut të Duke Energy, kompanisë së shërbimeve në zonë, ja se çfarë shkruajnë: ndërprerja e madhe e energjisë ka prekur klientët e Duke Power në qytet dhe në fshatrat përreth tij. Zjarri në stacionin e kompanisë Duke Power është shuar, por për të kthyer energjinë duhen bërë riparime të mëdha. Pra, një zjarr në stacion kishte shkaktuar ndërprerjen e energjisë. Por çfarë e shkaktoi zjarrin? Pas një hetimi të shpejtë dhe të detajuar, punonjësit e Duke Energy zbuluan se burimi i zjarrit nuk ishte një deg peme e rrëzuar, që është edhe shkaku më i zakonshëm. Nuk ishte një makinë që goditi shtyllën elektrike. Nuk ishte as ndonjë pajisje që keq funksionoi dhe as ndonjë lloj sabotimi i qëllimshëm. Jo, fajtor pas ndërprerjes së energjisë në Denton ishte një gjarpër. Me sa duket, një nga këto kafshë kishte gjetur mënyrën për të futur në pjesën e brendshme të stacionit për të kërkuar pak ngrohtësi dhe kishte prekur një nga ato kabllot që e poqën gjarprin dhe kishin lëshuar shkëndija në çdo drejtim. Kështu u shkaktua zjarri dhe ndërprerja e energjisë për mira njerëz. Dhe kjo nuk është një ngjarje e pazakontë. Në Karolinën e Veriut dhe në të gjithë vendin, në fakt, gjarprinjtë gjurmojnë shpesh zonat e rrethuara të stacioneve dhe ndërtesave të tjera elektrike. Bëjnë çdo gjë për të futur brenda dhe kur futen brenda, rezultati shpeshherë është shkatrimi. Unë dua që ju të dini se ka edhe një gjarpër tjetër që i bën edhe të krishterët që të humbasin fuqinë e tyre shpirtërore. E kam fjalën për gjarprin e vjetër, djallin. Ai është gjarpri për cilin duhet të shqetësohemi. Si ato krijesat zvarranike rreth Dentonit në Karolinën e Veriut, Satani do të bëjë çdo gjë për të futur në kishën tonë, të ndërpres lidhjen tonë me Perëndin, të shkatërrojë rrjetin tonë të fuqisë shpirtërore dhe të na hedhë në errësirë. Satani është i vendosur që të pengojë, të dëmtojë dhe të shkatërrojë shëmbëltyrën e Perëndis në ju dhe në mua. Dhe ai është këtu për të vrarë, të shkatërruar dhe për të vjedhur. Historia jonë si besimtarë është historia e sulmit të gjatë dhe brutal të armikut në zemrën tuaj dhe në zemrën time, nga ai që e di se kush mund t'jemi ne dhe që kësaj gjëje ja ka shumë frikën. Gjëja e parë që duhet kuptojmë ndërsa shohim këtë pasazh të shkrimit është se lufta shpirtërore është reale. Nuk është në një pjellë e imagjinatës së pastorit dhe as në një prezantim dramatik i shpikur. Tek Efesianëve 6 na thuhet për çfarë mbetet vëllezërit e mi, forcohunin Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij. Vishni gjithë armatimin e Perëndis që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit
sepse betejë jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës së kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore. Mbajeni shënim në udhëtimin tuaj shpirtëror. Ne jetojmë në një zonë lufte shpirtërore. Dhe kjo luftë ka vazhduar në zemrën tuaj dhe në time dhe vazhdon të përshkallëzohet ndërsa kohët përreth nesh po ndryshojnë. Dhe kjo u duket një surprizë e madhe shumë njerëzve, mbase është surprizë edhe për ju. Një studiues i Dhjatës së Re ka thënë njerëzit shumë pak e kuptojnë praninë e një beteje, por ata nuk i kushtojnë shumë vëmendje. Do të them se njerëzit mendojnë se ndonjëherë është e vështirë të praktikosh krishterimin tonë, kemi të vështirë që t'i falim njerëzit dhe të lutemi rregullisht. Për të rezistuar tundimit, për të mësuar më shumë për besimin tonë është e vështirë. Por për shumë njerëz këtu përfundon gjithçka, është thjesht një luftë e jona. Njerëzit kur nuk e mendojnë se betejet e tyre të vogla mund të jenë pjesë e një fushate më të madhe për t'i shkatruar ata dhe çdo që kanë përreth. Betejat tuaja të vogla nuk janë thjesht një gjendje njerëzore. Ju jeni të krishteri, përkisni Zotit dhe duhet jeni të vetëdijshëm për faktin që sapo bëheni të krishteri ju bëheni një objektiv. Satani nuk do të ngatrohet me ju nëse jeni në shtëpinë e tij. Por sapo bëheni pjesë e Perëndis dhe bëheni pjesë e asaj që Perëndia po bën, ju keni një tabel qitjeje në kurriz, sepse ai do që t'ju shkatrojë, ai do që t'ju rrënojë juve dhe ndikimin tuaj, ai do që të minojë dëshminë tuaj që njerëzit që ju njihni të mund të blasfemojnë Perëndin. Kjo luftë është satanike. Njerëzit nuk duan më të besojnë te djalli. I kam lexuar të gjitha statistikat, madje edhe të krishterët ungjillor nuk mendojnë se Satani është i vërtet. Ata besojnë se ai është një lloj metafore e së keqes, ose një lloj mënyre figurative për të keqen. Unë jam këtu për t'ju thënë se Satani është një personazh i vërtet. Ai ka një numër të madh emrash në Bibël. E dinit këtë, ai është quajtur mashtruesi, vrasësi, tunduesi, shkatërruesi, gënjeshtari, paditësi i vëllezërve dhe i ligu disa mes shumë të tjerëve. Pietri thot, jini të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si një luam vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. Nuk është pjellë e imagjinatës sonë, ai është i vërtet. Dhe ne sipas shkrimit nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por ne luftojmë kundër principatave, pushteteve dhe kundër sunduesve të botës së errësirës dhe kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore. Këto nuk janë asgjë më pak se struktura organizative e Satanit. Principatat janë oficerët drejtues, pushtetet përshkruajnë stafin, sunduesit janë komandantët e divizioneve dhe ushtrisë shpirtërore të skeqes, janë demonët e zakonshëm. Armiqtë tanë nuk janë njerëz. Ne duhet ta hedhim pas krave këtë, mendonin se armiku juaj është njeri, jo ai nuk është njeri. Armiku juaj është e keqja pas atij njeriu. Armiku juaj është ai që e bën atë njeri të bëjë atë që bën, por që s'duhet ta bëjë. Satani i përdor njerëzit për të na përndjekur, për të na gënjur, për të na mashtruar dhe lënduar, ndonjëherë edhe që të na vras. Armiku ynë i vërtet fshihet pasijeve të botës së padukshme, duke i lëvizur njerëzit sigur në një tabel shau të kohës. Për sa kohë që ne i shohim njerëzit si armiq dhe luftojmë kundër tyre, ne do ta kalojmë jetën të padobishëm, ne po harxojmë kohën tonë. Nuk është ai njeri që po ju çmend, është forca pas atij njeriu që po ju a bën jetën të mirë. Është e keqja tek ai person, është Satani që po fiton mbi sjelljen e atij njeriu. Pra lufta është satanike, por vini e re së dyti është strategjike. Fjalët në këtë pasazh janë të gjitha shumë të rëndësishme. Vishni gjithë armatimin e Perëndis që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Çfarë janë kurthet? Fjala kurth nënkupton një strategji, një plan lufte. Në gjuhën greke është fjala methodia. Satani ka një strategji të mirë ndërtuar, një metodë të mirë ndërtuar, dhe ai po e vën në zbatim strategjinë e tij ditë pas dite, çast pas çasti. Pali thot që të mos na mposht Satani, sepse ne i dim qëllimet e tij. Satani ka shumë mjete, me të cilat përpiqet ju lëndoj juve dhe mua. Është interesante se në këtë pasazh që po lexojmë sot në këto vargje, përdoret 6 herë fjala kundër. Satani është kundër nesh, ai është kundër nesh, ai nuk është me ne. Ai nuk do që ne të kemi sukses, ai do t'ju thotë që ju mund t'ja dilni vetëm që t'ju bëj të dështoni. Biblia thotë se qëllimi i Satanit është t'i lëndojë dhe dekurajojë njerëzit që i përkasin Perëndis. Ai nuk do të ndalojë para asgjëje për të trazuar mendjen, të mashtrojë zemrën dhe të mund jetën. Nëse e lexoni Biblën tuaj me kujdes, do ta kuptoni se atë që ai po bën sot, ai e ka bërë prej fillimit. Satani e drejtoi Lotin te Sodoma.
Satani e bëri Pietrin që të mohonte Krishtin. Satani e bëri Ananian dhe Safirën të gënjenin kishën. Ishte Satani që madje guxoi të sulmonte Zotin Jezus në shkretë të tjerë. Djalli ka 3 qëllime kryesore, zonja dhe zotrinj: të shkatrojë dëshminë e çdo individi të krishterë, të shkatrojë unitetin dhe pastërtinë e çdo familje të krishterë dhe të shkatrojë shërbesën e çdo kishe të krishterë. Nëse ai kap individin, ka një mundësi të kapë dhe martesën. Nëse ai kap martesën, ai ka kapur mjaftueshëm sa për të shkatruar kishën. Pra lufta shpirtërore është reale dhe nevojiten armët shpirtërore. Perëndia na ka pajisur në mënyrë të mrekullueshme. Më dëgjoni pak. Për të luftuar kundër këtij armiku që kërkon të na mund. Më lejoni t'ju kujtoj se Pali i shkruan një botë romake. Dhe prandaj gjuha që ai do të përdorë dhe shembulli që do të përdorë është për botën e tij, por zbatohet edhe për tonën. Ai do të përdorë armatimin e ushtarit romak për të na ndihmuar të kuptojmë se çfarë lloji armatimi duhet kemi ne si besimtarë. Ai së pari fillon me brezin e së vërtetës. Ai thotë që ndroni pra të fortë duke patur në i brezin e së vërtetës. Pali e fillon me të vërtetën, sepse ajo është objektivi kryesor i Satanit. Që nga kopshti i Edenit deri te kultura e sotme, Satani qarkullon me mashtrime dhe gënjeshtra. Ai ka qenë gënjeshtar që prej fillimit. Dëgjoni se çfarë thot Jezusi për të. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot rrema, flet nga vetvetja sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës. Dhe e gjithë forma e veprimit të Satanit ndërtohet mbi mashtrimin dhe gënjeshtrën. Dhe objektivi i tij është e vërteta. Dhe nuk e di se çfarë mendoni ju për atë që po ndodh në botën tonë sot, por e vërteta po sulmohet. E vërteta dikur ishte diçka që mund ta gjeje nëse e kërkoje, ishte aty gjithmonë duke u goditur, por tani e vërteta ka humbur. Njerëzit mund të dalin në televizor dhe të thonë gati çdo gjë që duan të thonë, përballë provave shumë të qarta se ajo që po thonë është gabim. Por sërish vazhdojnë ta thonë pa pushim dhe së pari kur e thonë kjo i bën të ndihen më mirë sepse e vërteta e tyre është vërtet e keqe. Dhe ata besojnë se nëse e thonë mjaftueshëm, njerëzit do ta besojnë dhe është e qartë që kjo po ndodh sepse shumë njerëz po mashtrohen. Ai është vënë pas së vërtetës, cila është e vërteta jon? Fjala është e vërteta. Këtë na thot Bibla. Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta, dhe fjala e Perëndisë është e vërteta. Prandaj, çfarë prisni që ai të bëjë sot? Ta minojë të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Të ketë drejtues që thonë se dikur besonin te fjala e Perëndisë, por tani nuk besojnë më, që e kanë ndryshuar perceptimin mbi fjalën e Perëndisë, që e kanë ulur standardin e fjalës së Perëndisë për të përshtatur me standardet më të ulta të bashkësisë së tyre, dhe në vend që të qëndrojnë për të vërtetën dhe të sjellin njerëzit tek e vërteta, ata e ulin konceptin që kanë për të vërtetën dhe i bëjnë që të gjithë të jenë të lumtur. Për fat keq, kjo është diçka shkatërrimtare nëse ndodh, i shkatërron njerëzit dhe i shkatërron kishat, dhe Satani fiton nëse e lejoni që ta bëjë këtë. Nëse ju vjen dikush dhe ju thot, por nuk e besoj Biblën, më lejoni t'ju them diçka. Vetëm se dikush nuk e beson Biblën, nuk do të thotë se Bibla nuk është e vërtetë. Ne nuk mund ta bëjmë Biblën të pavërtetë vetëm se nuk e besojmë. Kjo është fjala e Perëndisë, kjo është e vërteta e Perëndisë. Unë bëj mirë të kem kujdes si pastor që ta përçoj këtë të vërtetë tek ju çdo javë me gjithë zemrën time, sepse kjo është gjëja më e mirë që mund të bëj për t'ju ndihmuar që të mos viktimizoheni nga gënjeshtrat e Satanit. Ne nuk mund t'i ndalojmë gënjeshtrat duke u marrë me to, ne i ndalojmë ato duke mësuar të vërtetën. Dhe kur e shohim të vërtetën, gjërat e rreme na bëhen të dukshme. Por shumë shpesh ajo që ndodh nëpër kishat tona sot është fakti se ne e shtyjmë mënjan Biblën për mesazhe me motivime pozitive. I kemi ndaluar orvatjet tona për të përpjekur të mësojmë njerëzve fjalën e Perëndisë. Ne nuk e mësojmë Biblën përmendesh, nuk e studiojmë Biblën dhe kur vim në kishë gjysmën e kohës nuk e dëgjojmë Biblën. Dhe nëse kjo do të vazhdojë të ndodhë, Satani po fiton betejë pas beteje pas beteje kundër njerëzve të Perëndisë. E vërteta është gjithçka. E vërteta mban të lidhur gjithçka. Nëse ne po e humbasim të vërtetën në besimin ton, po ndodh se e kemi përjashtuar të vërtetën. Sigurohuni që të mos hiqni dorë nga e vërteta, sepse nëse hiqni dorë prej saj, nuk ju mbetet më gjë për të luftuar. Dhe Satani thot, unë nuk e besoj të vërtetën tuaj, kam një të vërtetë tjetër. Por ne duhet t'i themi largohu prej meje Satan, sepse unë kam këtë libër, dhe ky libër është e vërteta. Gjëja tjetër që na thot ai është që duhet kemi parzmoren e drejtësisë. Ushtarët romak ishin një parzmore. Ishte që nga qafa deri tek beli, dhe ajo simbolizon drejtësinë e Krishtit që i jepet besimtarit kur shpëtohet, dhe përshkruan ecjen tonë të përditshme me Perëndin.
Kjo parzmore është mbrojtje e Perëndis për zemrën tonë, për të gjitha organet jetësore të qenjes sonë shpirtërore. Dhe ja ku qëndron e bukur e kësaj. Ku e marrim ne këtë parzmore të drejtësisë? Ne e morëm te kryqi, ne e morëm në çastin që u shpëtuam. Kur ne u shpëtuam, Perëndia mori mëkatin ton mbi veten dhe na dha drejtësinë e tij, dhe drejtësia e tij është parzmorja jon, është ajo që na mbron. Kur Satani vjen dhe na akuzon, ai mund të thotë çdo gjë që do të thotë, por ja ku jam ende po qëndroj në drejtsinë e Jezus Krishtit. Unë e di që David Jeremia dështon, por Jezusi nuk dështon kurrë, prandaj nëse do të më sulmosh mua, duhet kalosh përmes Jezusit, sepse Jezusi është mbrojtja ime. Pastaj ai na thotë që ti mbathim këmbët me ungjillin e paqes. Ushtarët romak vishnin sandale me proka në sholl për t'u dhënë atyre qëndrueshmëri në betejë. Nëse duhet qëndrojmë dhe do të rezistojmë, ne duhet të mbathim këmbët me ungjillin. Tani më lejoni që t'i kujtoj për diçka. Kjo nuk është një strategji për të krishterët që t'i kundërvihen Satanit. Nuk është as pak e tillë. Nuk duhet të zgjohemi çdo mëngjes dhe themi mirë sot do t'i vijem pas djallit dhe dëgjoj njerëzit ta thonë gjithkohës, unë do ta bëj djallin që dhe pastaj tregojnë se çfarë do të bëjnë. Jo, ne nuk jemi thirrur të bëjmë këtë, nuk jemi thirrur të sulmojmë djallin, ne jemi thirrur që të ruajmë vendin që na është dhënë nga Zoti Jezus. Ai na ka dhënë vendin ku qëndrojmë dhe ai po na thotë, qëndroni të fortë dhe mos e lejoni Satanin që t'i afrohet asaj që ju jeni në Krishtin. Kur ju qëndroni kundër dikujt duhet keni mbërthim të mirë, të jeni në gjendje që të ngulni këmbët në tokë dhe të mbani fort. Dhe Pali po e përdor këtë për të na kujtuar se ajo që na jep një strategji kundër sulmeve që do të na bëj armiku është fuqia e ungjillit. Ne jemi të fortë sepse ne jemi pjesë e narrativës së ungjillit. Krishti ka ardhur dhe na ka shpëtuar, ne qëndrojmë në fuqinë e ungjillit, ne kemi veshur këmbët me ungjillin dhe i kemi ngulur këmbët thellë në tokë, dhe Satani nuk do të mund na lëviz sepse ne e dim se kush jemi, ne e dim se çfarë ishim dhe e dim se cili është ndryshimi. Është ungjilli i Jezus Krishtit, ai na ka bërë këta që jemi. Ungjilli i paqes është e vërteta e mrekullueshme se në Krishtin ne nuk jemi marrë miq me Perëndin. Ne qëndrojmë në sigurinë e dashurisë së Perëndis për ne, dhe ne qëndrojmë në fuqinë e Zotit dhe kundërshtojmë të keqen që na vihet pas. Nuk mund të na kap për shkak të asaj që kemi qenë, sepse parzmorja e drejtësisë është me ne. Nuk mund të na lëviz nga ajo që besojmë, sepse e vërteta është përreth nesh. Nuk mund të pushtoj territorin ton, sepse ne i kemi ngulur këmbët fort në tokën e ungjillit dhe po mbahemi fort. Dhe pastaj ai flet për mburojjen e besimit. Kjo mund të jetë pjesa ime e preferuar e armatimit mbi të gjitha, duke marrë mburojjen e besimit me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Tani, muroja romake ishte 120 cm e gjatë prej drurit dhe mbuluar me lëkurë të fortë. Dhe ushtari e mbante përpara vetes. Besoj keni parë ndonjëherë mburoja policie, ata marrin disa mburoja të mëdha sa herë që shkojnë për të bërë ndonjë mësymje, përpara lëvizin oficerët me mburoja të mëdha dhe të tjerët pas. Kjo është edhe ajo për të cilën po flasim këtu. Ata kishin mburoja të tilla, në atë kohë nuk kishin metale dhe materialet elastike që kemi ne, por kishin lëkurëra të forta. Dhe shpesh herë, kur dikush shkonte të luftonte kundër këtyre ushtarëve, ngjyente majat e shigjetave të tyre me një lëng të djegshëm dhe i vinte zjarrin dhe pastaj me këto shigjeta të ndezura qellonin armikun. E po, mburoja e besimit ishte ndërtuar për t'i shuar këto shigjeta që ato të mos u lëndonin dot. Fjalët e urta 30, vargu 5 thot, çdo fjalë e Perëndis është rafinuar me zjarr, ai është një mburojë për atë që gjen stret tek ai. Psalmi 18:30 thot, rruga e Perëndis është e përsosur. Fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit, ai është mburoja e të gjithë atyre që gjejnë stret tek ai. Ne do të flasim për këtë pas pak çastesh, por Perëndia na ka dhënë rrugën për të mos u lënduar kurrë nga asnjë nga shigjetat e zjarrta të armikut. Çdo gjë që ai provon për të na goditur dhe për të na plagosur. Përpara se të shkojmë aty, kemi një pjesë të armatimit për cilën duhet flasim dhe kjo është përkrenarja e shpëtimit. Merrni edhe përkrenaren e shpëtimit. Përkrenarja e shpëtimit në armatimin romak ishte për t'u vendosur në kokë, për të mbrojtur në mënyrë që truri të mos dëmtojë nga asnjë lloj aksidenti, sepse truri është pjesa kryesore, nëse dëmtohet ai jeni të vdekur. Prandaj përkrenarja e shpëtimit ishte simboli i mbrojtjes së mendjes suaj, i mbrojtjes së trurit. Satani sulmon mendjen tuaj, ai sulmon mendjen time, ai kërkon që të na devijojë nga thjeshtësia e ungjillit dhe të vërtetës. Kur mendjen tonë kontrollon Perëndia, Satani nuk mund t'ju kap, sepse mendja juaj është porta hyrëse drejt shpirtit. Si mund të degradojmë? Ne mund të degradojmë për shembull përmes pornografisë. Pornografia futet në mendjen tuaj dhe pastaj njollos gjithë qenien tuaj. Mendja juaj është shumë vendimtare dhe a mund
t'ju them që të bëni një inventar të gjërave që keni në mendje, të atyre që shihni në internet, atyre që shihni në televizor, të gjërave që lexoni, të gjërave me të cilat mbushni mendjen, sepse herët avon nëse lejoni që mendja t'ju njolloset, ajo do të degradojë gjithë qenien tuaj dhe do të jeni njeri i rënuar. Duhet ta mbroni mendjen tuaj. Siç e dini shumë prej jush, jam shumë i interesuar për atë që po ndodh në kulturën tonë sot, ku po përpiqen të vendosin nëse duhet vendosen kufizime, se sa herët fëmijët mund të përdorin internetin dhe në disa vende nuk mund të futesh në internet derisa të arrijnë në një farë moshe. Unë jam shumë dakord me këtë, sepse tani interneti po shkatron shumë nga të rinjt tanë, po shkatron një pjesë të fëmijëve tanë, po i pushton me gjëra të pakuptimta, ndërkohë që duhet të mësojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe aritmetikën, por po mësojnë shumë gjëra që janë të pakuptimta, që janë vetëm humbje kohe dhe po i shkatrojnë ata. Mendjet e fëmijëve tanë janë të rëndësishme. Mendja juaj është e rëndësishme, mendja ime është e rëndësishme. Unë duhet të sigurohem që ta mbush mendjen time me gjërat e duhura në mënyrë që e keqja të mos gjej vend për të ekzistuar aty kur të trokas. Ne nuk mund ta largojmë të keqen nga mendja jonë duke u krekosur dhe duke thonë unë nuk do ta lejoj që të më ndodh mua. Jo, duhet ta zgjidhni këtë duke u siguruar që e vërteta të rrjedh në mënyrë të vazhdueshme në mendjen tuaj dhe e vërteta do ta largojë të keqen për ju. Por nëse nuk e bëni këtë, do të ktheni kokën pas dhe do të doni ta kishit bërë. Nëse shohim të gjitha pjesët përbërëse të armaturës romake, të gjithat deri tani kanë qenë me qëllim mbrojtje. Gjëra që ne i veshim për të parandaluar që të na ndodhë ndonjë gjë, por kemi edhe një armë sulmuese. Dhe është kënaqësia ime t'ju tregoj për këtë, sepse është një mjet vërtet i mrekullueshëm. Shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Mund të thoni, o pastor, mund të jetë Bibla. Jo, nuk është Bibla. Shpata e frymës janë thënjet nga Bibla që i drejtohen specifikisht një objektivi të caktuar apo diçkaje që po ndodh në mendjen tuaj, në zemrën tuaj. Kur ne e përdorim shpatën e frymës, ne e bëjmë sepse kemi mësuar një pjesë të shkrimit. Dhe kur vijnë çaste të tilla kur ne gjendemi nën sulm, e dim se ku të shkojmë për të marrë shpatën e dur, pra shkojmë te arsenali që është ky libër dhe marrim një shpatë dhe këtë shpatë e përdorim kundër armikut. Atëherë fryma e çoi Jezusin në shkretë të tjerë që djalli ta tundonte. Dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 net, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi Satani pasi ju ofruai tha, nëse je biri i Perëndis, thuaj që këta gur të bëhen buk. Me fjalë të tjera, Jezus e di që je i uritur dhe ti je krijuesi, nuk e pse del kërkosh ushqim. Këtu përreth nuk ka ndonjë fast food, mjafton thuash gur bëhuni buk. Dhe Jezusi i tha, është shkruar. Ja ku e kemi, është shkruar. Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Ja pra, prite këtë. Dhe Satani prapsohet, por ai nuk hoqi dorë. Dini që Satani nuk është akuzues vetëm një herë. Ai vazhdon t'ju sulmojë pa pushim. Prandaj historia vazhdon. Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vendosi në majë të tempullit dhe i tha, nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë sepse është shkruar. Ai do t'u japë urdhër engjëjve të tij për ty. Me fjalë të tjera, Jezus na bëi një shfaqje. Organizon një shfaqje për të gjithë. Hidhu nga maja e ndërtesës të tempullit dhe kur të biesh do të shpëtosh dhe të gjithë do të thonë, "O, shiko se sa njeri i madh është ai." Jezusi i tha, "Është shkruar." Ai nxjerr një shpatë tjetër. Jezusi i tha, "Është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin, Perëndin tënd." Çdo herë që Satani e tundoi Jezusin, çfarë bëri Jezusi? Ai nxori një thënie nga Bibla, ai nuk I nxori përpara gjithë Biblën. Ai e dinte se ku ishin thënjet që do ta shkatronin sulmin e Satanit dhe ai vazhdoi të nxirrte këto shpata dhe ja se cila është mrekullia. Do t'ju befasoj. Të gjitha këto shpata janë nga libri I ligjit për të rirë. Kush e lexon ligjin e për të rirë? Jezusi e lexoi ligjin e për të rirë. Dhe e dini se te ligji I për të rirë kemi shpata ka shpata në çdo libër të kësaj Bible. Dhe kur ne lexojmë Biblën, fillojmë t'i marrim këto shpata dhe her pas here, ndërsa ecim dhe diçka mund na dalë përpara dhe ju vjen në mendje një varg nga shkrimi, mbase keni vite pa menduar për të, por është një varg që e keni ruajtur në kujtesën tuaj dhe Perëndia e përdor atë varg për t'ju ndihmuar që ta mposhtni një tundim apo të keni përgjigjen e duhur ndaj një akuze. Bibla thotë se nëse doni që t'jeni të fortë në përpjekjet tuaja për të mposhtur armikun, duhet jeni një shpatar I Zotit. Duhet të mësoni se si ta përdorni fjalën e Perëndis.
Hebrejve thot sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe, dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjave dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Kjo është fjala e Perëndisë, dhe në fjalën e Perëndisë ka shumë shpata. A dini ndonjë ju? A e keni ndërtuar arsenalin tuaj, arsenalin personal? E dini, mund thoni po cilën duhet përdor? Mos ma bëni mua këtë pyetje, ju tashmë e dini. Ju e dini se si përqaset Satani. Ju e dini apo jo? Ajo që ai bën më shpesh për t'ju dekurajuar, për t'ju kërcënuar, për t'ju nënvlerësuar, çfarëdo që ai bën në arenën e betejës, do të gjeni diçka specifike për veten tuaj. Nuk keni pse të kërkoni shumë. Madje mund të gjeni një edhe te ligji për të rirë, kur nuk i dihet. Pra ajo që duhet ju them është kjo: ju keni në fuqinë tuaj çdo gjë që ju nevojitet për të qenë fitimtar kundër armikut. Nuk keni pse të jeni viktim, mund të jeni fitimtar. Ju nuk keni pse të mundeni, ju mund të jeni fitimtar të luftësuaj, por kërkon pak përpjekje nga ana juaj dhe nuk mund të vazhdoni ta shpërfillni këtë sikur nuk ekziston. Dhe thoni po unë nuk besoj në këtë pjesë të Biblës, po kjo është e trishtueshme. Më kujtohet që kam dëgjuar një histori për Napoleonin gjatë përpjekjeve të tij për të pushtuar çdo qytetërim që njihej në botë. Një ditë në një takim me oficerët e tij madhor, ai hapi një hartë të madhe të botës dhe tregoi një vend specifik dhe tha: "Zotrinj, nëse nuk do të ishte kjo pika e kuqe, unë mund ta pushtoja botën dhe kjo pikë e kuqe përfaqësonte Britaninë e Madhe." Të njëjtin komb ushtritët të cilit e mundën përfundimisht Napoleonin në betejën e Waterloos. Në një mënyrë të ngjashme, përfitoi Satanin të rrethuar nga ndjekësit e tij që flasin për planet e tij për sundimin shpirtëror. Mund t'i shohë miqtan që tregojnë kodrën e Kalvarit ku u derdh gjaku i Jezusit dhe mund ta dëgjoj Satanin të thotë nëse nuk do të ishte ajo pikë e kuqe, mund të sundoja botën. Ajo pikë e kuqe është ajo që ka sjellë gjithë ndryshimin në betejën tonë shpirtërore kundër së keqes. E vërteta është se ne nuk kemi pse të jetojmë me frikë nga Satani, armiku ynë, as nuk duhet kemi frikë nga demonët që ai komandon. Por ne duhet kemi një qëndrim serioz për armatimin e besimtarit. Ose gjë e mrekullueshme është thjesht luftëtar. Më shumë se kur më parë, unë besoj se Perëndia më ka thirrur që të jem një ushtar. Unë jam një ushtar i Jezus Krishtit dhe vazhdoj të bëj ushtarin. Të bëj atë që Perëndia më ka thirrur, bindju urdhrave, çohu çdo mëngjes dhe shkonin në luftë, duke ditur që Perëndia është me ju, për atë që më ka thirrur mua, ju ka thirrur dhe juve. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndinë. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.